Kontributet nuk preken, për shkak se kontributet që jepen domethënë në trust investohen. Vlera e investimeve, nëse shohim për shembull atë farlakoren e ngritjes së investimeve që nga viti 2002 kur është themelu fondi pensional, na gati 1 miliard e kemi arrit kthimin sot për sot. Domethënë aty ku ka luhatje, vjen momenti kur ka për shembull ku ka rënje, vjen momenti ku ka ringritje. Sepse zakonisht diskursi ka qenë në Kosovë në veçantë ka qenë humbi, trusti humbi. Nuk janë këto humbje, këto janë rënje momentale të tregut që dikur e marrin edhe ta tjetën. Pra, në fundit më mirë është të investosh në tregje se sa ti mbash parat në bankë, ta zëjmë, për shkak se nëse është ajo teoria compounding theory, teoria e akumulimit të vlerës së paras, një 100 euro sot nuk e ka vlerën e njëjtë sikur që do ta ketë në vitin 2035 ose 2040. Nuk ka vend për shqetësim. Ngritje, rënjet janë pjesë normale e tregjeve, kështu që ne jemi të diversifikuar, kështu që nuk ka vend për shqetësim. Tarifat e nënshtruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë dhënë frutet e veta dhe sigurisht shtetet me konkurrencën më të madhe do të kenë edhe pasojat më të mëdha dhe shtetet me industri më të fortë sigurisht do të kenë edhe pasoja industriale, kurse vendet e varfra apo vendet që nuk kanë industri të zhvilluar sigurisht do t'i ndjekin kostot e veta dhe këtë e reflekton edhe Kosova ku vetmet investime jashtë vendit janë parat e trustit dhe sigurisht ky devalvim i tregut apo kjo rrezikshmëri e tregut do ta kapë edhe pjesën e tregut apo pjesën e përfitimit të trustit, që realisht është një rrezikshmëri e madhe që të ketë një humbje edhe të madhe.